Motra jote dhe ti dhe krejt dynjaja me unë kam, kur dënë Zoti, me ndodhë diçka, o kryep. Nëse krejt njerëzit, i pare dhe i mrami, bëhen bashkë një vend, dhe mundohen me ta bën një të keqe, një dëm, një të ligë, nuk kanë me mujt, illa bishejin qatë ketebuhu Allahu alejk. Për pas, nëse diçka e ka shkru Zoti me të ndodhë ty. Mërzia, mos pajtimi, vajtimi, ndrën saktimin e Zotit? Jo, por ti humb. Deshta një pyetje për një rast që na ka ndodhur e ndoshta e keni dëgjuar edhe në lajme. Ka të bëjë me një djalë 12 vjeçar në Finland që ka gjujt në klasë e i ka plagos 3 veta. Në këtë rast edhe mbesën time e cila tash është në shtratin e vdekjes. Mirë po motra ime në këtë rast nëna e vajzës nuk pranon të hek dorë prej vajzës edhe pse mjekët po i thojnë që të hek dorë sepse nuk ka më asgjë nga ajo, pasi që u ka dëmtu truni dhe tash vetëm përmes venave mundohen mi jep lëngje që i vyjnë trupit për me mbet gjallë. Por motra po e ka shumë vështirë me pranu që i ka ndodhur ky rast, madje thoj ke mos të kisha qenë shkollë sot ish mirë qika. Ju lutem më jepni ndonjë këshill se si ta këshilloj sadopak motrën. Jo, nuk kam dëgjuar për këtë rast. Nuk e di kur ka ndodhur. Nuk kam dëgjuar. Pastaj në disa kanë qenë edhe këndej pari dhe s'kam përcjell për të lajme. Por së dhe që tjetë të kuptova në gjarje. Këto dy pyetje kryesore unë i kuptova, anëpse pyetja sikur se është fokusuar në pjesën e fundit, qysh më dha një këshill motrës në ngushëllim, por para se më shkutej ngushëllimi, është edhe çështja tjetër. Motra nuk po pranon me hek dorë nga vajza. Ç'ai bie kjo? Kjo sikurse i bie që dohet mja hiek me leju e nama prindi, me në shkru, mja hiek aparaturën vajzës dhe me vdek vajza. Apo? Kështu po kuptohet kjo? Po, por këse ka të pyetje. Kjo ka pyetjen tjetër të funit, qysh me ngushëllu, qysh me bind motrën, pësa do pak me elitu, se pa thët mëse kësha që qikë në shkollë, i shkanë së të gjallë. Pra pjesën e parë, kjo është e rëndësishme, edhe dyta për kjo është me e rëndësishme. Kjo. E dyta ka të bëjmë pajtim kaderit Zotit. Motra jote dhe ti dhe krejt dynjaja, me që unë kam, kur dënë Zotit, me ndodhë diçka, o kryep. Së mund me nalë. Apo thënë ndryshe, kur nëse e ka caktuar i madhi Allah, me ndodhë një kader, ka questionar? S'ka questionar. Kjo, me shumë ajete dhe me shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërto, hadithi shumë i qartë e Abdullah ibn Abbasit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ja gulam o voglosh. Hadithi është i gjatë, ndërto në fund hadithi thot dhe dije, wa alem dhe dije, se nëse ngritën në kam, krejt njerëzit, i madhe i vogël, me ta bëndë një të mirë, ala e jenfauke bishen, len jenfauke bishen, illa bishen qatë këtëbëhë Allahu lek. Nuk kanë mundësi me ta silë ndë një të mirë, që ka të qoftë një pikuj, këtë dënjaja, pa e caktu Zot, pa shkru Zot, pa dashtë Zot. S'mujnë me të ba mirë njerëzit pa dashtë Zot. S'mujnë, për shamull të bebat e vogla. Ja, nana dënë me bo mirë fëmijët ja kosh. Ka kosh në dënjat që dënë me bo mirë dikuj ma shumë sa nana fëmijët e vetë, pa qef një se mërgjinë në nanës. Se ka shkru Zotit? Se mërë. E nana e shkret tani, e kaj, e mërzit. Sa mërgjini, mas për mdes. E më në me mjekën atanë, hitë se dënë.
La ilahe illallah. Dhe hava. Kërkosën bën dobi, pa ta shkru Zoti. Pastaj thot hadithi edhe në të kundërtën. Edhe di o voglosh, se në sekret njerëzit, i parë dhe i mrambi, bëhen bashkë në një vend, dhe mundohen me ta bën një të keqe, një dëm, një të ligë, nuk kanë me mujt, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alejk. Për pas, nëse diçka e ka shkru Zoti me të ndodhë ty. Rufiat il aqlam o gjuffet i suhufo, lapsat janë tha, janë ngritur, letrat letushkat janë tha, e që në mënyrë figurative, kaderi o krye, o shënue, 50.000 vite para se me kryue Allahu tokën dhe qijet. Atëherë janë shënuar kaderët caktimet ndërto edhe kjo që ka ndodhur bijes tanë i motër muslimane. Dhe se, nëse aje ka e gjeli, nuk ka kush këtë dynja që janë nalë. Dhe nëse aje ka jetë, nuk ka kush që janë shpirë të këtë dynja. Andaj pajtëm me caktimin e Zotit. Allahu e ka zgjedhur, e pas ka shkru. Kështu ka shkru, me të spravu Zotit ty dhe ata. Mëse bara bileg, mëse bëj lohat shumë, se mërzia, mës pajtimi, vajtimi, e ndrën caktimin e Zotit? Jo, por ti humpë. Caktimin e Zotit së në ndrën. Doja ndrën, lutja, por jo vajtimi, jo brima, jo letët. Pajtëm me caktim të Zotit. Ndërsa, ata që të thonë ty mjekt, heq dorë nga bia jote, me fjalë tjera në nëshkruaje, se kjo nuk ka kur gjë pej saj, andaj ne tani ja pezullojna, ja hjekum aparaturën, dhe vajza vdes, këta mës e bë me dorën tanë. Këta mës e bë thë jo, one nuk e bëj. Unë nuk nëshkruaj. Nuk kemi të drejtë ne fetarisht, mja përshpejtu vdekjen as kujt. S'kem të drejtni. Nuk kem të drejtni si njerës. Andaj ne se mësima nuk e bojna. Nuk e bojna. Kur të ka e gjellë në vdes.